shqiptarët do të thonë qartë. Askush, absolutisht askush, nuk ka të drejtë të zgjedhë përfaqësues politik të shqiptarëve përveç vetë shqiptarëve. Më tragjike është se vlen është vegla e tij. Vlen është projekti i tij për një skenë politike shqiptare të kontrolluar. Vlen është kali i tij i Trojës në Çajër, në Tetov, në Struk e Gjetiu. Qytetarët këtë e shohin, e ndjejnë dhe e dinë. Prandaj këto zgjedhje nuk janë vetëm për komunat. Këto zgjedhje janë për të ardhmen, për të vendosur nëse do të kemi një përfaqësim politik shqiptar dinjitos e të fuqishëm, apo do të lejojmë të tjerët të na diktojnë jetën politike. Mesazhi ynë është i qartë, ne nuk do të zhdukemi, nuk do të përulemi, nuk do të lejojmë askënd të zgjedh rrugën tonë. BDI është këtu dhe do të mbetet, sepse ne jemi zëri i shqiptarëve, zëri i atyre që nuk pranojnë të marginalizohen, zëri i atyre që kërkojnë dinjitet, barazi dhe të drejtën për të zgjedhur vetë.